është e vërtetë se në moment kur njeriu ndalet se duhet të shkruaj diçka për Muhamedit, sa më e shef se sa është i vogël, dhe duhet me fol për diçka me një personalitet shumë të madh, shumë markant. Më të mirin që e ka lind një nanë, më të mirin që një grua e ka pas burr, më të mirin që një fëmijë i ka thonë bab, më i mirë që dikush e ka pas shok. Dhe më i mirë që një umet e ka pas pejgamber. Pa dyshim, pa pikë dyshim. Është ajo vule e komunikologjisë. Ai i cili nuk ju flis të njerëzve, ju flis të zemrave të njerëzve. Atë të cilin nuk e dëgjonin vetëm veshët, po qetësohesh të zemra dhe rahatohesh të shpirti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka komunikuar me njerëzit, qëllimi i tij ka qenë i shpëtan. Tua tregon rrugën e drejtë, saktë, rrugën e mirëfillt se si duhet të jetojnë jetën në këtë botë që I dërguari i Allahut nuk kishte për qëllim mi fitu debatet. ç'është. Nuk kishte qëllimi i tij me dalë triumfues në biseda, për arsye se nuk shkruajti poezi, nuk kundërvim me poezi. Nuk u shkruajti asnjë shkronjë këtë libër përpos se me dashurinë ndaj pejgamberit, sa nuk e kemi bë për ndonjë qëllim tonë, ke parasysh, domethënë kemi bën një diçka për me demonstruar dashurinë ndaj pejgamberit, sa dhe me mbet për fëmijët e për gjeneratët dhe për studentat e komunikologjisë. Dëgjimi aktiv është kur ti me vëmendje dëgjon. Nuk është vetëm dëgjimi. Po dëgjimi i vëmend, po i dërguari i Allahut kur e dëgjonte, domethënë ja krijonte atë bindjen atij tjetrit se ai tash është më i rëndësishëm. Pra çdo gjë me diskutim, me komunikim, me muhabet, kur ka komunikim, ka muhabet, ka dashuri, dhe shtohet dashuria, shtohet mirëqenia dhe shtohet lumturia familjare. Na këtë nuk e kemi. I dërguari i Allahut edukonte njerëz të cilët në komunikim të jenë të lirë, në pyetje të jenë të lirë, në atë që e dojnë të jenë të lirë. Pra këtë e ka shoqëria jonë ka liri në gjërat të cilat duhet me pas kufi. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Allahun e falenderojmë i pejgamberin tonë Muhamedit, salavatet më të përzgjedhura e dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që e ndiqni podcastin Mejlis, sot është epizodi 20 të sezonit të tretë. Sonte e kemi safir një personalitet shumë të veçantë, me të cilët flasim për librin e tij të fundit, që quhet Aftësitë komunikuese të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një studim analitik. Autori është hoxha i nderuar Hasan Baftiari, të cilit i shprehim mirëseardhjen në podcastin tonë. Faleminderit me që gjetëm. Besoj që na nuk e kemi për herë të parë që vim këtu. Gjithmonë kur vim e ndjejmë atë ngrohtësinë e vëllezërisë dhe qetësinë e të folurit, besoj që edhe sot do kalojmë bukur. Faleminderit shumë. Allah shpërblet. Me të dashnaci që t'ju kemi në mesin tonë. Dhe thamë në fillim se shkaku kryesor është libri juaj Aftësitë komunikuese të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të flasësh për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo është një detyrë e çdo besimtarit. Sepse në këtë mënyrë ne përhapim traditën e tij, sunetin e tij, mënyrën e të folurit dhe çdo gjë që ka vepruar i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por me siguri ekziston ndonjë shkak i veçantë i cili ishte shkak pse ju në këtë kohë kur komunikimi me të vërtetë është rënduar edhe është ndërlikuar, cili ishte shkaku që të flisni për këtë cilësi apo për këtë virtyt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për aftësitë e tij të komunikimit. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na ka bërë musliman dhe që na ka bërë udhëtar të Muhamedit alaihi salatu wasalam. Përshëndetje të përzemër të fytyrës së ndritshme Muhamedit alayhi salatu wasalam, familjes, shokëve dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij gjerë në ditën e fundit. Është e vërtetë se në moment kur njeriu ndalet se duhet të shkruajë diçka për Muhamedit, sa më e shef se sa është i vogël, dhe duhet me fol për diçka me një personalitet shumë të madh, shumë markant, një diskurs që Zoti e ka zgjedhë dhe është një njeriu që ka shkel më i miri që ka shkel mbi fytyrën e tokës, ashtu siç thotë edhe një autor, thotë më i miri që ka shkel mbi fytyrën e tokës, më të mirin që ka ngrohtë diellin, më të mirin që e ka shëndrit hëna, më të mirin që e ka lind një nanë, më të mirin që një grua e ka pas burr, më të mirin që një fëmijë i ka thonë bab, më i miri që dikush e ka pas shok. Dhe më i miri që një umet e ka pas pejgamber. Pa dyshim, pa pikë dyshim. E tash arsyeja që neve të ndalim dhe të shkruajmë për këtë temë ka qenë një konsultim me një profesor shok tim, është profesor
në universitet, është Abdullah Adewi, është nga Kutsi, nga Palestina, dhe gjatë një takimi që na kishim në Stamboll dhe bisedum se komunikologjia moderne pretendon se ajo me studimet pas viteve 40 këndej kanë arrit kulmin. Domethënë, kjo është komunikologjia, pra arti të folurit, arti i të dëgjuarit, fakt ata mendojnë kështu. Po kjo është një art të cilë ne si shqiptar pak se kemi problematik arti të dëgjuarit. Edhe bukuria, artikulimi i fjalëve, body language, domethënë gjuha e trupit edhe shumë sende tjera, edhe pastaj komunikologjia moderne e arrin kulmin me prodhimin e gjuhës së Shurtmehmetseve. Edhe thotë kjo është komunikologjia, por në komunikologji ka diçka që nuk është vetëm të flasësh. Ka diçka tjetër kur flet. Dhe personi që dëgjon a kupton atë që e thua ti, mënyrën si e kupton, mënyrën si e përcjell ti dhe pse e përcjell, a ke interesa personal, apo edhe shumë për shembull komunikologjia moderne në biznes ka interes personal. Do ti flet bukur për arsye se ke një interes që duhesh me fitu klientellën ose XY. Me ofru produktin, shërbimin edhe u desht me u ndal dhe me mendu se komunikologjia e Muhamedit alayhi salatu wasalam është ajo vule e komunikologjisë. Ai i cili nuk ju flis të njerëzve, ju flis të zemrave të njerëzve. Atë të cilin nuk e dëgjonin vetëm veshët, po qetësohesh të zemra dhe rahatohesh të shpirti. Pra kjo formë u desh mu paraqit libër dhe pastaj erdhën në përfundim dhe dashja Allahu xhaleshanu që të punojmë dhe të arrijmë në këtë që mundum. Për arsye se ke parasysh aftësitë komunikuese të Muhamedit sa nuk ka libër. Nuk ka arabisht. Ka punime shkencore, ese të ndryshme, por një libër komplet që flet duke përfshirë komplet periudhën e sirës së tij nuk ka, s'ka as arabisht, as anglisht, as në gjuhë tjetër. Kjo është libri i parë. A do të jetë i fundit? Inshallah nuk është i fundit dhe dëshiroj që mos të jetë i fundit. Ata që do vinë pas meja do shkruajnë më mirë, ekstrem shumë më mirë kanë me shkruajt dhe ekstrem shumë më mirë kanë me paraqit. Pra kjo është nga fukaralluku im i asaj që unë kam. Modestia jote është kjo që e thua, jo. Ai që e nis një punë, i pari e ka më vështirë. Ndërsa ata që jeni pas atij e kanë një lloj yrneku, një lloj domethënë padyshim tash modeli që ata pastaj mundën vetëm ta zhvillojnë. E ke milion shtyllat kryesore në të cilat mund të zhvillohet komunikologjia në jetën e profetit Muhammed alayhis salam. Tani ata që do vinë patjetër se do bëjnë më mirë se kjo është fukarallëk. Atë që e kom paraqitur me të vërtetë është shumë fukarallëk. Pra se ka shumë të thuhet. Ja, shpresojmë që inshallah e ka kry misionin e vet edhe e ka arrit qëllimin e vet, synimin që për të cilën është shkruar. Ju shumë mirë të sekët se në komunikologji është shumë e rëndësishme jeti, qëllimi. Pse ti i drejtohesh dikujt? Profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka komunikuar me njerëzit, qëllimi i tij ka qenë të shpëton. Tua tregon rrugën e drejtë, saktë, rrugën e mirëfill se si duhet të jetojnë jetën e këtë botë që pastaj në botën e pastajme në ahiret të kënaqen në begati dhe mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. I dërguari i Allahut nuk kishte për qëllim i fitu debatet. Qartë. Por nuk ishte qëllimi i tij me dal triumfues në biseda, por arsye se nuk shkruaj poezi, nuk kundërvim me poezi, se poezisë duhet më shkruaj poezi për me dal poezia jote më e mirë, ai nuk shkruaj asnjëherë. Pastaj as nuk i transmetoi asnjëherë. Asnjëherë nuk e mësoi përmend, as nuk i obligoi sahabët që të mësojnë përmend, që ne vetë i dim sot. Por ai qëllimin e kishte ti fitoj debatin, s'ka problem. Na do të fitojmë zemrat. Se është zemra ajo që më duhet mua. Dhe është pak e rëndësishme kush ka retorikë të fuqishme, është shumë e rëndësishme kush i ofron njerëzit me Allahun xhaleshanu. Pra, kishte edhe objektivi kryesor i të dërguarit Muhammed alayhis salam. Pra ti njoftojmë njerëzit me Zotin. Ti largoj njerëzit nga rruga e gabuar dhe ti njoftojmë me Zotin. Sa kohë ju ka marrë ky studim, duket se është studim i cili ndoshta ka kërkuar për juve angazhim pakës më të madh. Unë e pash bibliografinë në fund, kishte një numër kogja i madh i librave që i keni konsultuar para se me shkruajtura për para se me përpilu këtë libër. Wallahi libri për domethënë atë aspektin shkruaj, kontrolloj, fshi, bëj domethënë afërsisht me plus minus 4 vjet. 4 vjet, mashallah. Shpresojmë që Allahu xhaleshanu ti vendosë këto në
Peshonat mizanin në tasin e në peshonave të mia. Nuk është bë asnjë shkronjë në këtë libër, e them shumë sinqerisht, domethënë këtu pa modesti, nuk është shkruajtur asnjë shkronjë këtë libër përpose me dashurinë ndaj pejgamberit, sa nuk e kemi bë për ndonjë qëllim tonë, ke parasysh, domethënë kemi bën një diçka për me demonstruar dashurinë ndaj pejgamberit, sa dhe me mbet për fëmijët e për gjeneratët e për studentat e komunikologjisë. Domethënë të kenë edhe një bibliografi shtesë, një referencë shtesë në studimet të cilat i bojnë ata. Se në veçantë këto universitetet tona, shumë pak u referohen studimeve nga lindja e mesme në gjuhën arabe, dhe ndoshta jo i do të jeni ajo ura lidhëse që ndoshta të ndikojnë në këtë. Mundohen ti ta shkëpusin studimin me civilizim. Ki parasysh, retorika është prodhimi i lindjes, nuk është prodhimi i perëndimit. Ne e pam çka prodhon perëndimi. Domethënë me ishullin e pse pam çka prodhon perëndimi. Domethënë civilizimi islam është ai i cili do të mbetet gjithmonë, por arsye se objektive ka njeriu në sinqert dhe të bind. Ajo forma më e lartë e oratorisë është poezia. Po. E arab në kohën e pejgamberit dhe para atij kanë qenë domethënë të dalluar me këtë art të oratorisë. Me siguri që këtyre njerëzve do të më ardhë dikush që do t'i pushton zemrat e tyre me veglin e tyre, me mjetin e tyre. Prandaj dhe, siç thotë një hadith i pejgamberit, inna min al-bayan lis-sihra, ndonjëherë mënyra se si shpjegon gjërat, se i qartëson gjërat, është një lloj i magjisë. Po. A din si është valla shumë shkurt në çdo shkencë, në veçantë në letërsi, retorikë të tjera, ose në shkencat tjera humane. Kur një dietar arrit kulmin në shkencën e shkruaj poezi mo, nuk shumë libra. Për shembull Imam Shafiu ka shkruar poezi, ta ka shpjeguar komplet akaidin ose hadithin poezi. Pse më pak llafe, ose Shatibi Imam Malik poezi ka baj. E tash ke parasysh i dërguari Allah të vjen me një popull ignorant, politeist, të egër nga natyra, të cilët shkruanin poezi, këtë më thonë ato ishin intelektualë shumë të mëdhej. Dush t'ju drejtohesh në frymën e njëjtë. I kanë treguar me poezi. Po. Do të thonë se ne kemi pasur se Elif Bedret kanë shkruar poezi. Jo, poezia është kulmi një ashtu. Do të thonë poezia është rezultati i një prozës. Ti ke shkruar prozë, pastaj ka një poezi dhe poezia është kulmi. S'ka mbi poezinë më. A ky ka artë një popull që e ka gjetë poet, jo ignorant, poet. Do të thonë kulmi i intelektualitetit është ajo. Edhe nga natyra të egër, nga besimi të devijuar, bisedon me këta. Tu duhet një komunikologji ekstrem shumë e fuqishme. Pastaj me shtresat të ndryshme, se ajo ka qenë domethënë. Pa dyshim. Shtresat të ndryshme të shoqërisë. Hoxhi i nderuar, fillimisht po ta përkujtet, ti me siguri e thave se çdo rresht dhe çdo gjë në këtë libër e ke shkruar me dashurinë ndaj pejgamberit, apo për shkak të dashurisë ndaj pejgamberit e sa? Unë po të përgozoj me hadithin e pejgamberit e sa, i cili njëri prej ashabëve kur i thot, domethënë, çfarë ke përgatitur për ditën e gjykimit? Ka thënë nuk kam përgatitur ndonjë vepër të madhe, por e dua Allahun, e dua të dërguarin e tij. Çka i thot pejgamberi sa ante me amen ahbabt. Ti do të jesh me ata që e do. Inshallah. Shpresojmë gjithë inshallah me qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pyetja e radhës është çfarë mënyrë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shembull i kompletuar, i përsosur i komunikimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i jepte shembullin e vet në dëgjim. Pra, të dëgjuarit në kohën e pejgamberit nuk ishte thjesht me dëgju ty, se definicioni i fjalës dëgjim do të thonë dëgjoj ty, po i ndëgjoj edhe ata të tjerë. I dërguari i Allahut përpos sem kishte insat. Që do të thonë nuk ka komunikologjia moderne insat. Pra të dëgjuarit me vëmendje, pra ai kur dëgjonte ty, ai binte te ti dhe krijon në shkencën moderne dëgjimi aktiv quhet. Dëgjimi aktiv është kur ti me vëmendje dëgjon. Nuk është vetëm dëgjimi. Po dëgjimi i vëmend, po i dërguari i Allahut kur e dëgjonte, do të thonë ja krijonte atë bindjen atij tjetrit se ai tash është më i rëndësishëm. Pastaj i dërguari i Allahut komunikonte me zemër. I fliste, zërin e tij e dëgjonte veshi. Por automatikisht qetësoheshte zemra dhe lulëzonte shpirti, lulëzonte. Pra, edhe ata të cilët në momente urrejnë kur e dëgjojnë thoshin ky flet komplet ndryshe. Pra kishte një komunikologji që i rahatonte njerëzit. Pra komunikologjia e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte ajo që
qëllim final kishte ti njoftojmë njerëzit me Allahun xhaleshan, ti drejtojmë drejt Allahut xhaleshan, ti shpotojmë nga kthetrat e idhujtarisë, nga ngushticat që ata i kanë kriju për veten, ti drejtojmë drejt njerëzis, nga errësirat, nga padrejtia që i bëhet Zotit, nga besimet e kota, pra i përdor ta komunikojë, pra kur fliste me njerëzit i dërguari i Allahut, nuk e kthente kokën, e kthente komplet trupin. Dhe i drejtoheshte për mi dhon rëndësi dhe vëmendje. Pra kur uleshte ku ka vend dhe e ndëgjonte me shumë vëmendje personin që fliste. Me shumë vëmendje. A ke mbaruar, nuk e ndërprerë. Jo. Kjo është edhe nëse ata e shonin dhe e kritikonin. Domethënë, kritika shumë të rënda ai ndëgjon edhe kur i thoshte a ke mbaruar, nuk i thoshte thjesht a ke mbaruar, po i përmendte një epitet që ai e donte. Një pseudonim që ai e donte. Pa i thoke ja e valuelit, a mbarove? A kam drejtun e me fol tash? Pra ama jepni lejen me fol. Pra kjo është ajo që me respekt i ulti të gjithë. Pra si i dërguari Allahut në komunikim kishte komunikim dashurie me familjen dhe komunikim me respekti me publikun, e në veçanti me shokët e vet. Shumë e rëndësi kjo qasrit për të cilën ne sot kemi shumë nevojë. Ajo që përmendet si insat, që është në realitet praktik dhe sunet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ne ta praktikojmë në jetën tonë. Mos nxitojmë me bisedë, me fjalë, me kthimin e fjalës, pa e dëgjuar deri në fund ata çka kjo është një defekt shoqëror. Na nuk dëgjojmë me komuniku dhe na dëgjojmë u përgjigj. Na nuk kuptojmë. Nuk dëgjojmë për me kuptu, na dëgjojmë për mu përgjigj. Na thjesht pa e dëgjojmë dhe përgjigjemi, pra nuk ndalemi ta kuptojmë se çfarë është duke thonë. Pastaj kur ta kuptojsh muhabetin antitetit, ti e shef a është e rëndësishme mu përgjigj ajo apo është gjë e qartë. Na nuk dëgjojmë me kuptu, na dëgjojmë mu përgjigj. Me bërë rred, arabisht të di ka rred, me a kthy, domethënë me përgjigj atij me domethënë me mënyrë që unë do dal fitimtar, ai do dal i fituar. Kjo është ajo ideja më e dobët, domethënë me çdo kush me fitu debatin. Kjo është problemi se debatin le ta fiton ai i cili e ka të vërtetën pranë vetes. Se njerëzit duke menduar se nëse fitojnë në debatin ka arrit diçka, jo s'ka arrit diçka, nëse ndoshta me debatin që e ka fitu kushtimisht e ka ndihmuar të kotën ndërsa e ka bërë të vonohet paraqitja e të vërtetës. Ndonjëherë në debate, ndonjëherë ai që e ka të vërtetën me veti, ai e thot po e thot në një formë, kjo është komunikologjia, e thot në një formë më të dobët. Ose ai tjetri që sulmon me pa vërtetën ka oratori më të fuqishme, ose zëri i tij është më kumbues dhe mendon se ka fituar debatin. Por është shumë e rëndësishme publiku që dëgjojnë zemrën e kujt e fitoi. Do të thonë, kush nga këta dy fitoi zemrat e publikut? Është gjithmonë zemrën e publikut e fiton argumenti i saktë dhe i vërtetë. Nuk e fiton llafologjia. Lart llafologjisë, pra ajo është ka thuhet shpejt ose me zë të lartë, ndoshta edhe shpejt largohet. Pa pikë dyshim. Dhe sa që ki thonë me sinqeritet, me domethënë qëllim të çiltër dhe të pastër, ajo mbetet tek njerëzit, se zemrat janë ashtu të krijuara që ta njohin dhe ta pranojnë të mirën dhe të vërtetën. Ju në libër keni përmendur se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i mësonte sahabët se bota dëgjon me sy dhe se ai pikturonte kuptimet me fjalë. Kuptimet i ka pikturuar me fjalë. Çfarë nuk kuptoni me këtë dhe si reflektohet kjo në komunikimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Shumë interesant se komunikologjia moderne nuk dëgjon me sy. I dërguari Allahut i mësonte sahabët që të flasin me vepra. Ai tjetri dëgjon me sy. Pra ai tjetri don me të pa. Do të thonë dëgjon thirrjen. Po. Se qëllimi jonë është thirrja që ti thras. Po, kjo është problemi. Pra se jo ti dëgjon me sy. Pra ti dush mund ndërtu se ai tjetri që është duke të pa ty, ai dëgjon me sy. Pra ai don me të pa ty. Pra ti dush me qenë shembulli konkret i asaj që e thua. Pra ai tha Allahu xhaleshanu mos e flisni atë që nuk e punonin. I dërguari Allahut ishte ai i cili muhabetet e vetë ai paraprinte me vepra dhe kështu i edukonte sahabët. Fjalët e pejgamberit alayhis salam nëse ndalemi ne sot i lexojmë pra ata 5700 hadithe që janë të koleksionuar në 9 libra të hadithit, kaq afërsisht është numri, lart poshtë, do të shohësh se në çdo hadith që lexon ta jep atë gjendjen sikur duke ndërtuar para pejgamberit me dëgju sa ai ka pikturuar me fjalë.
Pra, kur ju ka thonë, bënin sejdë, dietarë të cilët e kanë koleksionu hadithin, e kanë futur në koleksionin e hadithit, e kanë komentu, se kanë taku pejgamberin. Se kanë pas si ka ra pejgamberin sejdë. Por aq bukur e ka thonë, ata kanë rënë sejdë. Pejgamberi ka thonë kur të rinin të shehut lëvizja gishtin këtë mënyrë. Se kanë pa tu e lëviz gishtin pejgamberi. Por ajo është pikturimi me fjalë, pra ai fliset diçka sot komunikologjia moderne shkruan para 10 vjet sot se kupton. Pra se nuk din me pikturu me fjalë. Pejgamberi Allah pikturonte me fjalë. Ai fliste dhe njerëzve u pikturonte komplet ngjarjen, se si do duket. Pra ajo është udhëtia të cilën ja ka dhënë Allahu xhaleshan, por këtë kërkonte edhe nga muslimanët. Jo shumë fjalë të qarta dhe të kuptueshme që njeriu ta ketë atë pamjen përpara se çfarë do të më thonte. Ajo që është më e rëndësishme është të flasësh dhe të dëgjosh me vepra, me sy. Pra, të flasësh me vepra e të dëgjosh me sy. Bota nuk ka nevojë më fjalë. Kemi shumë llafe, kemi shumë muhabete, kemi shumë nga më të ndryshme, më emisione nga më të ndryshme. Bota kaloni nga fjalët në vepra. Bota do me të pa të punu. Do me pa sa korrespondon ti me fjalët e tua. Nëse ti ke thonë se ne jemi këta të cilët nuk e duam të keqen, të shohim kur të ballafaqohesh me të keqen, a do ja amortizosh fjalë, a do arsyetosh për shkak se a do fillosh me bë kompromisa, është elit dhe ti ose është i pasur ose është njëri me ndikim, a do arsyetosh apo do shkosh pa atë parimin se në Islam nuk ka elitë, në Islam ka drejtësi dhe besim të sinqert. Pra, me cilin do ta ndjekësh? Pra këtu shifet edhe fuqia yte. Për këtë arsye besimtari duhet. Këtë thotë edhe Allahu në Kur'an, wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum. Po. Thuaj vepronin, Allah dhe pejgamberi musliman do i shohin veprat. Kjo pjesa kur thotë muslimanët do i shohin veprat, kjo është ajo që ata dëgjojnë me sy. Ju ti me siguri ju e dini rastin kur kanë shku muslimanët në umre edhe kur i kanë penguar edhe kur është bërë marrëveshja e Hudejbijës. Pejgamberi sa me fjalë ju thotë, tash mundi ti ruani kokat e tuaja dhe me i prej kurbanet edhe me u kthi. Po askush nuk e respekton. Nuk e ka dëgjuar me sy këto fjalë që i ka thënë pejgamberi. Nuk i ka pa me sy derisa gruaja i thot, shko ti i pari, bëri këto dy vepra, dhe ta shohë se si njerëzit kur e kanë pa se pejgamberi e bën, jo mbin plotësisht se me të vërtetë ne nuk do të shkojmë numre si vjet, por do të kthehemi edhe kjo ka qenë. Do të kthehemi vitin e ardhshëm për ta bërë umratul qada, do të thonë kompenzimin e umrës që se kemi bë. Edhe do të thonë pejgamberi me vepra, dhe kjo ka qenë ajo që më së shumti ka ndikuar. Fjalët e tij kanë qenë Gjawamiul Kelim. Gjawamiul Kelim do të thonë ka qenë fjalë sublime që në vete kanë pak fjalë, por kanë kuptime të shumta. Kanë kuptime dhe ka vepra. Po edhe ka vepra. Ai ka arsyetuar me vepra. Ati ka qenë një simbiozë e bukur dhe e plot mes fjalëve, bindjeve dhe vepra. Kjo është ajo që kërkohet. Do të thotë të krijohet një bashkim i besimit me zemër, i fjalëve edhe i veprave të cilët i vërtetojnë fjalët që ne i themi. Kjo është ajo simbioza e imanit, të cilën na e ka sjellë në mënyrën më të bukur na e ka komunikuar i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Keni numër të madh të argumente, për shembull, ki shumë hadithe që ka thonë pejgamberi alayhis salam kështu, po ka ditë ka bëu kështu, pejgamberi veprojnë në këtë mënyrë, pra është vepra. Është ajo vepra që shërben si argument në sheriat dhe në shumë ajo llogaritet hadith. Ajo llogaritet hadith. Fjalët e pejgamberit sa, veprat e tij dhe ato që i ka konfirmuar apo i ka aprovuar si vepra dikujt tjetër. Me heshtje, edhe me heshtje është llogaritet sunet. A ka ndonjë fragment nga jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga mënyra se si ka komunikuar, i cili ju ka lënë më së shumti mbresa dhe ka lënë përshtypje të cilat ju shumë, do të thonë, s'do t'i harroni asnjëherë dhe vazhdimisht do t'i motivojnë. Janë dy fragmente të cilat unë nuk i heq asnjëherë nga koka. Njëra është e konfirmuar me hadithe me shumë dietar, tjetra ka përmend vetëm një dietar dhe arsyeja që ai vetëm një e ka përmendur, si ndodhi nuk e kam cek në libër. Pra arsye se kam kërkuar për çdo çështje të ketë më shumë se njëri referencë. Dhe këtu jam bazuar në atë, e ka përmend vetëm një dietar nga Turqia. Ndodhia që mua më le më shumë te në komunikologji, domethënë në atë aspektin si thot, ajo zhargoni popullor të shkim dritat. Është dialogu i pejgamberit sa me Walid bin Mughirën. Pra,
në çdo aspekt shifen, qoftë diplomatik, qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë në çfarë forme këshire, shife ai si e shon pejgamberin alayhis salam. Do të thonë, kjo tregon se ata kanë pas komunikogji shumë të fuqishme. Ai thot, a mos je i smur, ta gjejmë mjekun më të mirë. Për këtu është sharje kjo, të Abu Dalije. Ai e çmendur. E dyta thot, a mos je tu e vao këtë vepër me ra një vajzës në sy. Do të thonë, a ke probleme me moralin? Të janë sulme. Pastaj thot, a mos ke, do të thonë, dëshirë të bësh i pari jonin, na të bëjmë mbret. Ke parasysh? Pra këtu është konflikt interesi. Për interesi personal. Apo mos ke nevojë për parë. I mbledh me këtë parë të jap me ti. Pra kjo është ajo megalomania i pangopshëm. Këto janë sharje, edhe pse miqja i vetë i tha shumë të kanë dhënë. Parasysh, do të thonë më mirë mos se çka s'di çka. Por kjo kur ta shiqosh me syrin kritik, ato kanë kritikuar, kanë shoh shumë rënd. Me njërin nga këta pejgamberi sa të zbriste. Shumë dështim i madh do të ishte. Por i dërguari Allahu tregon një qendrim komunikimi i dërguarit Allahu ka sasaj respekt, do të thonë ambarove dhe mënyra si komunikojmë ata. Po çfarë i tha Hoxhës vet? Do të thonë, që me mbyll këtë proces, do të thonë se nuk vazhdojmë me këtë komunikim me juve. Ta mbyllim këtë proces të sulmeve dhe të formave të ndryshme të sulmeve, për arsye se nuk ndryshoj unë. Pra, edhe në qoftë se keni mundësi, që do të thonë kjo i vjen ti s'ke mundësi, edhe s'keni mundësi, po edhe në qoftë se do të keni mundësi. Po të kishit mundësi, ta vendoni diellin në krahun e majt ose djathtë dhe hanën në krahun e majt. Pra, e kupton mohabetin, mund ti s'ke mundësi njerë me bë. Po edhe në qoftë se kishe pas mundësi, do të thonë këtu i mbyll këtë dyert e pretendimeve të tyre se mund ta ndalim. To do të thonë në gjuhën arabe që të ajiz i ka tregu se sa të paaft jeni. Me gjithë këto, edhe po të kishit mundësi, dhe me bo këta, ju s'keni mundësi të bëni ata, edhe këto do shtë janë vetëm pretendime. Janë vetëm mënyrë që ju, se nese, kur të ballafaqoni me arabët tjerë, edhe me popull tjerë, me thonë, jo, aj Muhamedi alayhis salam e kishte dëshirë me të më bëj më i pasuri, kishte dëshirë më bëj pari prej neve, edhe pastaj kishin pas argumente për ta njëllosur personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me shiqu me syrin tjetër, nëse e shohim me syrin tjetër, për shembull në moment kur i kanë thënë pejgamberit, a do të më bëj pari jonë, ai ka mund të më bëj president, mbret, edhe tani më urdhëru ai çka do të më bëj. Edhe më bëj ndryshime. Por nuk ishte këtu qëllimi. Nuk dua edhe kish pa faqe ndërprej, i shkon kishte qenë shkak pastaj pakës me njollos, ne tham në fillim se komunikimi Muhamedi alayhis salam ka qenë i bazuar mbi thirrjen. Do të thonë ti thret njerëzit që ti afron pranë Zotit dhe ti largon nga rruga e djallit të mallkuar. Padyshim. Ta kishte planuar këtë, kjo kishte qenë një lloj njolle mbi misionin e tij se pikërisht. Po kishin thënë kjo dallon prej pejgamberit të ne dimi rastin e Jusufit i cili ka kërkuar që ta vendosin, por ai nuk ka qenë në atë pozici ku se ka qenë i dërguari jonse. Në këtë rast, ati i ofrohet pozit me çfarë qëllimi? Që ai të largohet nga misioni i tij. Po. Pra, këtu ka dy sede shumë qarta. Po. Ati i ofrohet, ai merr pozit për me vazhduar misionin e vet me vepra, duke treguar se unë jam i ditur dhe besnik, qartë. Pra se bota ka nevojë për njerëz ekspert të lemis dhe të besueshëm. Ne kemi ekspert, s'kemi të besueshëm. Pra kur ti ka një njeri këta dy komponente, edhe ekspert i lemis, asaj që e ka zgjedh, po edhe i besueshëm, sikur sot në politikë, edhe ekspert, edhe i besueshëm, është kulmi një mirësie. Pra këtë thënë një sot. Do të ke i besueshëm, tani dush me përkthi pagas me fjalën i ndershëm. Po dhe i ndershëm, no. Mungon kjo ndershmëri tek shumë. I ndershëm dhe ekspert i lemis. Ndershëm do të thonë nuk i nështrohet. Edhe nuk i keq përdorje të mirat e shoqërisë pa resurse. Pejgamberi alayhis salam thirrjen e tij kishte në liri absolute. Pra, nuk du të detyroj ti të bësh musliman, se të kishe pas mundësi me detyru, kishte detyru Hoxhën e vet që i kanë ndihmuar dhe ishte ai antiplumbi kryesori i pejgamberit sa gjatë periudhës sa ai jetoi. Pra, antiplumbi kryesori i pejgamberit sa në periudhën me Mekasën ishte Hadixha dhe miqja i vet.
me shiqu nga çdo prizëm që na e shiqojmë. Ata ishin ai pancili kryesor që ata e mbronin në forma të ndryshme, njëra ekonomikisht dhe tjetri e mbronte me emrin të cilin e posedonte si Beni Hashim dhe si Axha i pejgamberit dhe nuk e linte askush me keq trajtu. Çdo që tjetë, por i dërguari Allahut tha besimi është i lirë, na u apërcjellin të vërtetë ata të cilët kur ballafaqohen me të vërtetën e pranojnë, pra është punë zemre kjo. Atë që Zoti e udhëzon, ai që nuk e meriton udhëzimin nuk udhëzohet. Pra ai që e meriton udhëzimin udhëzohet. Inneke la tahdi man ahbabta. Allahu yahdi man yasha. Ti nuk mund të udhëzosh atë që dëshiron ti. Po, atë që Po ti Allah ke. Po Allah ja ka dhënë çdo aftësi apo çdo, si më thonë, gjë që e ka pas në të nevojshme pejgamberi sa me prezantu Islamin në mënyrë më të mirë dhe më të përsosur. Më të përsosur dhe që ka më tepër efekt. A pastaj a e pranon a nuk e pranon, kjo nuk është. Na e kemi për obligim, ne si e kemi kuptuar, ne kemi për obligim kur e dëgjojmë hadithin e pejgamberit sa që ka thënë Allahumma inni qad balagt, o Zot unë e përcjella. Por na nuk e kemi përcjellën formën e pejgamberit. Pejgamberi sa më ka përcjellën çat formë që i kalon pa frymë njerëzit. Domethënë e ka përdor me komplet komunikologjin. E ke parasysh ai komunikimi i pejgamberit sa më ka qenë ai i cili e ka marrë zemrën e njeriu, e ka bërë çish ka pas çefaj dhe ja ka kthyer përsëri. Tani mbaje. Pra, ashtu siç thonë dietarët, ai ka bërë shpirtin me lulzu kur ka ndet me atë. Pra njeriu i ka harru komplet jetën e vet, komplet historinë e vet, ka qëndruar para është humb duke ndëgjuar. Edhe pse ai ndoshta ka dërguar një muhabet shumë thjesht, por mënyra që ka komunikuar me shpirtin e njerëzve, me zemrat e njerëzve, për arsye se ai ka dhënë rëndësi. Neve sot e shohim kur jep një njeriu shumë rëndësi, ndalësh, ai të flet në rrugë, ti ndalësh dhe ai jep dorën, i dërguara nuk e ka larguar derisa ai nuk e ka larguar. Pra, ndalësh, respekti është komplet pa ndryshe. Pra, vetëm ja kthi selamin është një pozitive, një punë e mirë se ne kemi obligim me kthi selamin kur të jep dikush selam. Por të ndalësh dhe t'ia zgjatish dorën, dhe ta shiqosh në sy, e ta pyetish për një hall, për një derd, a mund me bënë diçka për ti? Ke parasysh është komplet tjetër komunikim. A pejgamberi sa edhe në vështirësitë më të mëdha, kur kishte derdhet, kur armiqët nuk pushonin, sikur që nuk pushojnë sot, edhe në kohën e pejgamberit sa nuk kanë pushuar. Ai shkonte edhe takonte Umerin e pyeste si e ki Nugera, si e ki atë kanarinën e vogël. Pra, madha falen Nugera. E ke parasysh, pra, është shumë e çuditshme kjo, pra ndalët gjejnë kohë me komunikuar me një fëmijë. Pastaj kur e pat mërzitur tha, "Ma ju pkike ja Umer", domethënë. E ke pse po çan tha Mate Nugera. Ke parasysh i dërgohen, ulet dhe e ngushëllon. Pse? Për arsye se edhe këta do të jenë bara ime në ditën e gjykimit. Pra në atë mënyrë ndoshta nuk flasim nuk komunikojmë me fëmijët tonë. E lënë më ndonëse e shohim ndonjë fëmijë duke qenë rrugës, të ndalemi dhe ta qetësojmë, e ta ngushëllojmë ose ta drejtojmë për atë ku ai ka nevojë. Pra është kjo një komunikologi që ai në moment e ndryshonte stilin sipas njeriu që i vinte. Allah në Kur'an i përmend 3 gjëra që kanë qenë pjesë të mënyrës se si pejgamberi sa ka komunikuar me popullin e tij. Yuallimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. Do të thonë mësonte librin, fjalët e Zotit, shkrimin. Pastaj mësonte hikma, shumë dietarë të sa është suneti i tij, do suneti është praksa jetësore e Muhamedit, wa yuzakkihim. Kjo fjalë yuzakkihim i fisnikronte. U largonte veset e këqija dhe i pajiste ata me virtyte të cilat e zbukurojnë jetën e tyre nga aspekti fetar, nga aspekti moral, nga aspekti shkencor. Suneti i pejgamberit është më shkulmi. Për arsye se kur dalesh ta shohësh këtë mënyrë. Prandaj përmendëm më herët shkenca dietarë kur arrin kulmin shkruajnë poezi. Por poezia vjen si rezultat i prozës. Apo ne jemi dakord këtu se kjo është rrjedhoja. Po kush ishte proza në jetën e pejgamberit alayhis salam? Pra poezi kishte, proza kush ishte? Pra dietarë thonë se proza në jetën e pejgamberit sa ishte komplet suneti i tij ishte prozë. Pra ata futeshin aty dhe lexonin. Pse ishte prozë? Pse kërkonte mu lexoheshin veprat e pejgamberit sa. Lexoheshin çdo lëvizje e tij. Lexoheshin ato e shihnin mbi natyrën e pejgamberit sa ose mbi gjendjen e tij emocionale duke e pa në fytyrë, skuqeshte ose
Pra ka një transmetim nga disa dietarë të cilët flasin mbi atë pjesën e komunikimit të trupit, thonin se bota sot kur nervozohet i mrol vetë, apo na shqiptarët i mrolin vetë. I dërguari Allahu nuk i mrol të vetë asnjëherë. Nëse ndodhte që ai të mërzitet, skuqeshte. Po, skuqeshte. Pra kjo ishte rezultati që ai tregon. Flisten këtë mënyrë me sahabët. Ata e lexonin të dërguarin Allahu, pse ai ishte prosën vetvete. Ata e lexonin kur ai lëvizte, për shembull hipte thotë thotë ma balu rajulun yafalu hadha wa hadha. Çfarë ka një njeri që bën kështu dhe kështu? Ke parasysh çfarë ndodh me një njeri që mund të bëjë këtë vepër ose këtë, ose shumë lëvizje tjera. Pra i dërguari Allahut fliste në atë mënyrë që njerëzit e lexonin si prosë atë. E ditën se i dërguari Allahut po buzëqesh, ata sa herë pyetin çfarë të bëri të qeshësh, ose çfarë të bëri të qash, ose pse u zbardhë i dërguari Allahut, pse ti janë thënë flok. Pra këto pyetjet janë komunikimi që ai e lexonin nga lëvizjet. Dhe për me i qartësu sahabët ata lëvizje, ata e pëtin pyetjen. Pra ata e kuptonin përgjigjen, gjysmën e përgjigjes nga lëvizja e vetë pejgamberit. Pra kur të shihesh në komunikologjin profetike dhe të shohësh se ai me çdo lëvizje fliste. Por ata sahabët të cilët ishin kureshtar dhe donin të dinë më shumë, ata afroheshin dhe pinin, o i dërguari Allahut, pse kjo kështu? Madje pritnin me ardh dikush prej shkretëtirës, dikush prej jashtë Mekës apo jashtë Medinës për t'ia parashtronë ndonjë pyetje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përfitojnë, po. Nga ti përmendën në fillim në gjuhën e trupit, një prej momenteve që mu më ka lënë shumë përshtypje, nga mënyra se si komunikon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me trupin e tij, ishte kur e përshkruanin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ishte i ulur në mesin e shokëve të tij. Nuk ishte asgjë të veçantë me të cilën dallohej prej të tjerëve. Në trupi i tij ka reflektu modesti, ka reflektu integrim të plot, edhe në asnjë mënyrë nuk është veçuar prej shoqërisë ku ka jetuar. Kjo është, për shembull, ka transmetim ku ka ardhur dikush prej jashtë ka thënë, cili është Muhamedi për juve. Me minkum Muhammed, e kam thënë, kush është nga ju është Muhamedi? Po, kjo është, nuk e kanë dalluar. Po, kjo është problemi se ai kur ka thënë se nuk ka elita në Islam ka besim të sinqert, devotshmëri dhe drejtësi. Pra në Islam nuk falet presidenti, nuk arsyetohet i pasuri dhe nuk dënohet vetëm i varfër. Po, të gjithë para ligjit, para të vërtetës janë të njëjtë. Por këtë edhe ai këtë e jetonte me vepra. Pra ata ai fliste me sy, ai jetonte me vepra. Pra gjindeshte te njerëzit ata bisedon. Ndodhia e dytë që unë dua shpesh e ceki, pra kjo është ata të cilët janë romancier, domethënë ata të cilët i kanë merak romanet, romantikat, edhe kështu me radhë, pra është një rast në qërimin e Mekës, nëse ndalesh dhe e shishon edhe këtë pjesën gjeografikisht aty takon. Ajo është vendi, ke parasysh, por në disa transmetime nuk është kjo. Domethënë ka transmetime të ndryshme që e kundërshtojnë këtë që e ka thënë ai dietari i Turqisë, çdo që tjetë, e bukur është këtu. Në qërimin e Mekës, pejgamberi alayhis salatu këtë sahabë shpërndan në shtëpitë e veta që kishin të uzurpuara. Dikush prej sahabëve e pyet pejgamberin alayhis salam, thotë e tani thotë ti ku? Thotë në këtu. Thotë pa nuk dëgjoj shtëpi, thotë jo, thotë se nuk është shtëpia ime. Thotë e kanë marrë, thotë e kishin marrë djemtë e miqës tim, djemtë e Abu Lehebit. Por sikur ta kishin ata, thotë do të shkojë ta mirja. Thotë pa ata nuk e kanë. Ata e kanë shit. Dhe tani thotë ki që e ka blerë, thotë çfarë fajm ka mu, thotë se në nxjerrë thotë burinë e ujë për shtëpisë vet, ai e ka blerë shtëpi, pra nuk e kanë djemtë e hoxhës tim. Thotë po mirë, thotë na kret na bë shtëpia ti në rrugë. Sikur nuk shkon kjo. Ke parasysh, thotë tani thotë ne duhet thotë ta gjejmë një hall, ta gjejmë një zgjidhje. Thotë ku ta ndërtojmë çadrën tonë, thotë afër varrit Hatixhës. Pra kjo është një transmetim që e përmend një dietar i Turqisë, nuk e kam cek librin, se është vetëm aty cekët. Por kur thuhet se ku e ka ndërtu çadrën pejgamberi sa gjeografikisht aty qëndron, por nuk janë këto fjalë. Pra në veprën që ka thënë ndërton me çadrën të ai vendi, nuk kanë qenë kjo komunikim. Po. Por ai Turqisë përmend thotë ndryshe afër varrit Hatixhës, pra mirënjohje për këtë sakrificën e misionit që ka bërë Hatixha. Jo rastisht një grua mori selam nga Allahu xhaleshanu. Pra, këto janë, ose jo një grua, për shembull si thonë një dietar një universitetit amerikan thotë kështu. Kur ka zbrit pejgamberi sa prej shpellës Hira në tokë dhe ka shkuar te Hatixha, thotë
i ka thonë më mbulo se kam etha dhe i ka tregu rastin se çfarë ka pa dhe ka prit që ka me këshilla jo. Atë si thot sa e madhe ka qenë ajo grua që Se ka qetësu. sa e madhe ka qenë ajo grua që ky një profet, vula e profetëve, më i madhi, më i miri, më i dashuri, po ulet po i dëgjon këshillat e një grua që e më qetësu shpirtisht se ai kishte ethën në moment. Pastaj vjen shkrimi i ditë i tij thot, e sa i madh ka qenë ky që ka shkoj ka dëgjuar mendimin e një gruas. Po. Pas do njeriu të suksesshëm? Qëndron një grua Një sinqert. grua e suksesshme. Po. Hoxhë, sipas juve, çfarë pasoja ka në shoqëritë tona bashkëkohore mungesa e komunikimit të shëndosh? Shko, Apo komunikimi i cili Na- ndjek mënyrën e pejgamberit Hasan. na në shoqërinë tonë shqiptare, muslimane, shoqëria jonë shqiptar, bosnjak, tusheli, na nuk kemi mungesë informacione, kemi informacione më shumë sa mujë me majt. Na kemi mungesë komunikimi pozitiv E kemi shëndosh. mbi ngarku hard Po. diskin. Pra, na kemi informacione atë sa na s'kemi nevojë dhe atë sa na s'mujmë me mbajt. Pra kemi shumë informacione dhe na mungon komunikimi. Kur na mungon komunikimi, mos flasim për atë komunikimin e shëndosh. Pra shoqëria ndërtohet me komunikim të shëndosh. Pra, pse i thonë mohabetit? Mohabet nga dashuria se ti kur ndalesh dhe komunikon, ti shton dashurinë. Pra, problemet familjare, unë asnjëherë nuk mund ta pranoj një gjë që kur i dëgjoj disa emisione ose kur marrim pjesë në një zëng familjare, e ke pasi thonë u ndam si ishim shumë ndryshe. Në Islam bashkë është e bukur e martesës. Shumica e dietarëve thonë burri dhe gruaja s'duhet me mendu njësoj. Thonë se s'ka bukuri, thonë duhet me mendu ndryshe. Pse thotë kur mendojnë ndryshe, ato ulin dhe diskutojnë për me arrit deri në qëllimin. Nëse mendojmë njësoj. Bashkëtesa mes dy të ndryshmeve është ajo bukuria. Po, për arsye se nëse na mendojmë njësoj, atë nuk konsultohemi, se një a bëj se njëjtë është edhe ajo sikurune. Jo, në Islam duhet me mendu ndryshe, total ndryshe, se ajo të obligon me ul dhe me diskutu dhe me ardhmë një qëndrim të përbashkët dhe me vendosë në fund a e fejojmë vajzën, a e martojmë djalin, ose a e blejmë këtë shtëpi, ose a e shesim këtë pronë, ose a bëjmë këtë lëvizje, pra çdo gjë me diskutim, me komunikim, me muhabet. Kur ka komunikim, ka muhabet, ka dashuri, dhe shtohet dashuria, shtohet mirëqenia dhe shtohet lumturia familjare. Na këtë nuk e kemi. Se na edhe kur mendojmë, kur flasim për ndokend për me kriju lidhje familjare, edhe i jep të drejtën vajzës dhe djalit më ul me diskutu, thot ishim shumë ndryshe, mendonim shumë ndryshe për çështjen. Po kjo është pozitive. Ata e mendojnë negative. Pra kjo është vrastare nga komunikologjia moderne. I dërguari Allahut thotë kur të Se mendosh pas mungesës së komunikimit qëndrojnë edhe Edhe shehje zënkat e sekrete, padyshim, problemet, edhe padyshim. shpiknisje për shumë konflikte, mosmarrveshje, dhe sa kur ka komunikim, edhe nëse janë qëndrimet e kundërta, nëse kemi qëllimin që të gjejmë një gjuhë të përbashkët, atëherë shumë letë që Po nëse nuk ka mendime ndryshe, nuk Qa, ulemi qa. me diskutu. Sa atëherë jemi të njëjtë. Por mendimi ndryshe është një lloj konformizmi që e quajnë, Po dyshim, pejgamberi alayhi salatu wasalam uniformizmi. ka pas raste sahabët mendonin ndryshe pi pejgamberit, sa pra e ke luftën e Bedrit. Ai pse i konsultonte? Kur tha i dërguari Allahut, a Zoti ka thënë mendet këtu? Çfarë i than sahabët thon? Pse kiç që po thot mendet këtu, a i vogël duket fjala e këtij. Pra është fjala e një pejgamberi. Tha, I ndihmuar nga Zoti, i Po. udhëzuar nga Zoti. çfarë lirie shprehje se nuk e kena na këtë liri sot. Domethënë, haro, kjo liri nuk ekziston sot. Fol, i lirshëm thuj, domethënë kundërshtoj urdhin e pejgamberit, thuje mendimin tënd. Fol lirshëm. Por fol duke ndjen zemër, duke u mundu ta thuash atë më të mirën. E tha, kur Duke s'ka fol, synuar të mirë. nuk ka transmetim që ka fol më ai sahabiu, publikisht. Ai ka fol me gruan e vet, me familje, po publikisht s'ka dhënë mendim më. E tha një herë mendimin, foli, po e çolloi. Ishte një prej anëve pozitive për me fitu betejën. Por i dërguar Allahut edukonte njerëz të cilët në komunikim të jenë të lirë, në pyetje të jenë të lirë, në atë që e dojnë të jenë të lirë. Pra këtë e ka shoqëria jon ka liri në gjëra të cilat duhet me pas kufi. Ke parasysh, komunikologjia moderne na i ka
ndërtu një farë ideologjie e çuditshme, thotë njeriu duhet të qenë i lirë, mendimi i lirë për çdo gjë. Liria nuk është me mendu çka do. Liria është mos me bën çka do. Pra këtu është jo me bën çka dush ti, po mos me bën çka do, po unë jam i lirë mos me e bën. Se ajo liria e jote për me bë çka dush, është faktikisht do të ndalet te liria e dikujt tjetër që ti e cenon. Se nëse e themi kështu s'ka kufi liria atëre, siç thot një hadith pejgamberi se njerëzit do të kishin kërkuar ta marrin krejt pasurinë me uzurpu shtëpinë atij, veturën këtij me e marrë edhe liria pa kufi është kundërvajtje ndaj vetvetes. Ç'është? Për arsye se ti e merr veturën dhe del në rrugë, del në autoban. I lirë apo një i lirë. Vepro, më shoshte. Shko ti pa hesab. Ama mos e ke me derë se ka një veturë atje më lart dhe ai ka një aksident ose ka një ku diuni ka ndodhur një diçka. Ose ka një shtyllë të betonit. Ose ka një shtyllë beton. I lirë ti hedh. Pra unë gjithmonë them kështu. Për shembull Said Kutbi, një nga komentuesit e mëdhenj të Kuranit, ai që u mur me komentimin e Kuranit dhe pastaj u dënu me vdekje nga Xhemal Abdul Nasir për arsye të shkrimit të librit Shenjat në rrugë, i cili libru keq kuptuar në shumë forma. U komentu si cili e komentoi në atë formën e vet, nuk po du me hinte komentimin se nuk ka të bëjë me temën, por e kam pas pyet një dietar kur isha në magjistraturë në Kairo, një hoxh, thash, cila ke arsyeja pse u vran Said Kutbi nga shenja? Tha Said Kutbi, tha u vran nga njerëzit të cilët donin me jetu pa shenja. Po, do me jetu në kaos. Pra, a do me jetu me shenja, pra këto janë rregulla. Ne jemi të lirë. Allahu xha ka thonë kjo është e lejuar dhe kjo është e ndaluar. Ti je i lirë. Për shembull, komunikimi i ajetit kuranor me ty si është? Si komunikon Kurani me ty? Ke parasysh Allahu xha ti ka dërguar 6632 ajete kuranore. Kur ti je me vetur me një autostradë dhe je duke shku në limitin e lejuar të shpejtësisë, por gjatë rrugës ka një aksident ose ka një kontroll policore, vetura që vjen nga ana e kundër, çfarë të bën ty? Të bën shenja. Të bën shenja, po do të thonë, si kjo është me ligj të ndaluar. Komunikimi i popullit i thotë të blindirat, apo? Allahu xhaleshanu 6632 hektar me të blindirat ti se kjo s'ban. Ti nuk na. Të ardhmë ta bëmë me shenjë, na nuk është kjo ajo. Ose 124.000 pejgamber kanë ardhur me ta bëmë me shenjë se i tu shku dallash, ose i tu hez në një formë që nuk është, kjo është komunikimi i atyre me shpirtin tënd. Nëse ti nuk e lexon me këtë lloj komunikimi Kur'anit, nuk e lexon me këtë lloj komunikimi hadithin e pejgamberit sa ti tu hez dallash vëllai dashur. Por njeriu duhet gjithmonë informacionet e tepërta që i kontro. Do të mi filtru dhe ato mi zbrit në komunikimin e shëndosh. Pra na, të kthehemi përsëri te pyetja, na si shoqëri kemi informacione të tepërta. Aq më tepër sa kemi intelekt për mi turu dhe nuk na mban hard diski më, por na kemi mungesë komunikimit shëndosh. Kemi mungesë komunikimi. Na nuk flasim me vllaun, edhe mungesë të parimeve të shëndosha të komunikimit. Do të thonë e kuptojmë komunikimin sikur betejën e të cilën patjetër na të fitoj. Edhe pastaj nuk është me rëndësi çfarë armë do të përdori. Pikërisht. Pra kjo është problemi. Kur ka nevojë për armë kombësorien e përdorim Na kemi informacione të bollshme, por na nuk kemi komunikim me vllaun. Nuk flasim me vllaun, nuk flasim me motrën. Kemi, ku diunë, ndoshta mosmarrveshje me prindrit që është kulmi një dështimi në shoqëri. Ke parasysh pra në shoqërinë tonë na kemi njerëz të cilët falen namaz në xhami dhe nuk flet me vllaun e vet, ndoshta 10-15 vjet. Por çfarë arsye për ndonjë gabim që kur dalish me ndëgju duket aq banal. Çfarë debati kime fitu nëse ke dështuar në komunikimin me njerëzit më të dashur, dhe që duhet me pas më të afër. E kam dëgjuar një hoç, ka thonë kështu, ka thonë nëse një njeri ka probleme, domethënë nuk flet me familjen, nuk flet, është i dhënë me nonën e vet, me babën e vet, pra. Kush e di çka mund të më bëhet, ajo është nona dhe baba jote dhe o mbyll ki kapitulla. Ke parasysh shumë me vëlla, thotë as mos u huç në sofër ku është hangër bukë. Pastaj tha edhe në saf kur ta shoh sa të ndrej safin, ja para shkon ja mas. Mos u fal më anë saf se mundet atë aty ket safin me radhë. Pse ai nuk flet? Edhe çfarë komunikimi do? Pra ai nuk e do komunikimin e shëndosh. Ai ka problem me imanin.
Ai ka problem me Allahun xhaleshan, nuk e njeh Zotin, nuk e njeh pejgamberin sa si i dërguari i Allahut, pastaj me zbritë komunikimi pejgamberit sa dhe pastaj atë komunikimi me botë ç'dosh, me komunikum me anëtarët e familjes. Si ka mundësi ti nuk flet me vllahun tan? Si ka mundësi ti ke arsye pse unë nuk foli me vllahun tan? Çfarë arsye mundesh me pas? Kur i dërguari Allah na ka mësuar se 3 ditë nëse kalon pa ndonjë arsye shumë shëndosh, që ka të bëjë i ka bë kufër Allahut ose ka shoh pejgamberin alayhis salam, jemi këtë dakord këtu, e ke parasysh. Por më ndonjë gabim shumë të vogël dhe ti nuk flet 3 ditë dhe pastaj shkon dhe falën në saf të parë në xhami. Sejdë për këmbën, për Allahun, pa Allahut ka thonë dush me dash, me respektu, me shku mja qajt hallin dhe detën, me po, na nuk komunikojmë me kojshit, na shkupjan kemi qenë shumë të veçantë në komunikim. Pra, çdo shtëpi ka pas një kapexhik, apo? Mes kujshika. Dhe kojshika me kojshiken kanë komunikuar nëpërmes kapexhikit, i thojnë pa teklif, apo? Pa ndonjë pengesë. Nëse kojshikës i kanë ardhur musafirt, përpara kanë ardhur musafir pa lajmëruar, apo tash kena filluar na me mesazhe, përpara s'ta ka lajmëruar. Niftarët kanë ardhur 20 veta pa lajmëruar. Ke parasysh? Sot e bisedojsh me bashkëshortën time, tha tash të lajmërohet e krijohet një situatë stresi. Janë të ardhur musafir, do të më bëvë, përpara vishin pa para lajmëruar dhe shumë ma lehtë. Ma me bere qëti të i karesh. Para kanë jetu ma të thënjën e urtë arabë. Dhe thjestia ka ekzistuar. Gjithmonë ndërtoj, dëmëton, regulloj shtëpinë, pastroj shtëpinë, sigur janë duke të ardhur musafir. Sa të çdo moment kanë prit musafir. Komshika, kur i kanë ardhur komshikës, dëmëton komshikës vetë musafir, pa lajmëru, sa e ka ditë që pa lajmëru, ajo komplet darkën që e ka bërë për familjen e vet, e ka marrë, e ka transferuar te komshikja, mi dhon me hangër. Kjo është komunikim me vepra. Pse e ka ditë se kur asaj kanë më ardhur musafir pa lajmëru, kjo kam ja dhënë darkën e vet, e ke parasysh. Pra, na këtë lloj komunikimi shpirtëror, na nuk e kemi më. I dërguari Allahu dhe kishte dhe kojshit e pejgamberit sa jo çdo herë ishin musliman. Pejgamberi sa bashkëvepronte me borxhe, me biznise, jo me musliman. Jo çdo herë me musliman, po kishte borxhe apo vdishme me një borxh që e kishte ndonjë çifuti. E tash ai kur e ka marr borxhin, kur e ka kthyer një pjesë, ka pas komunikim aty. Ka pas komunikime, ke parasysh, pra na nuk e kemi këtë lloj komunikimi. Na nuk e kemi këtë lloj komunikimi në shoqërinë tonë, pra në familje. Kur ti dështon familje, ti automatikisht ke dështuar shoqëri. Se familja jote dhe familja aty tjetrit dhe aty tjetrit XY formojnë shoqërinë. Na nuk kemi komunikim të shëndosh në familjet tona. Na nuk ndalim nëse nona të tregon 10 herë të njëjtën muhabet, se është plagë dhe asaj është normal me tregu 10 herë të njëjtën bisedë, ajo ka haruar se të ka tregu. Pra e ytja shka është me dëgju. Por jo mja prish zemrën dhe e ma ke ndërku të regu dhe të herë këtë muhabet. S'ka lidhën, dëgjoje. A ca ke mundësi me e dëgju. Por mos me thy zemrën, na e thejmë zemrën. Na ullimi me hangër në sofër duke mos kujdes për komshiun tonë, a ka me hangër ajo. A është i smur, a ka parë me ble ilaçe. Pra këtë lloj komunikimi e kena humb. A ky është lloji komunikimi që pejgamberi sa komplet botën e ulin dygoj. Komplet bota mbet e shtangur para këtij lloji komunikimi, pra komunikimi me etik, komunikimi e përfitimit të zemrave bëhet me vepra. Nuk i përfiton të zemrat pejgamberi sa se dilte mbante hutbën e xhumës dhe deshin para një këshill me ashabë sufer. Ajo ka qenë mësim për momentin ose komunikimi me Aishën për ndërtimin e të drejtës familjare pastaj nga hadithet e saj. Nuk ishte kjo, ishte komunikimi pejgamberit sa me vepra ndaj njerëzit shkonin i lindin plehrat para derës pejgamberit, i zgjidhnin plehrat. Tani një ditë, 2, 3, pas një dite nuk erë personin t'i loj plehrat. Gjithë na, une, duke fillu prej une, këtë kemi thënë elhamdulillah Zotin boni rahat. Jo, i dërguari i Allahut, ka asaj që e dinte kanë ka babë babxhish, ai si kishte lajmëtar që i tregonte. Kanë ka babë, nane, halle, teze, daje, nga cila prejardhë janë, ku e ka shtëpinë, me adresë. Por ai tha, ku është ai personi sot s'ka ardhur, sigurt i ka ndodhur diçka. Shkoj e bëni vizitë në shtëpi. E ke parasysh kjo është një lloj vepre që i bën keq. Nuk mundesh ti me bë, do të thonë personit ka bë keq, ti shkon me ia fitu zemrën komplet. Pse? Ktu tregon qëllimin tan. Ti ke ardhur me fitu zemrat e njerëzve për me njoftuar me Zotin dhe me çun në xhenet. A je ti ai personi? Pejgamberi sa nuk kur ata e drejtonin shigjetat pejgamberit alayhis salam.
ai nuk përzitesh të përket, pse fundi fundit kur dikur të shan në Islam ne na mësu pejgamberi sa nuk kthehet me monedhë dhe njëjtë. Kjo është lloj komunikimi verbal i dytë. Domethënë nuk kthehet me monedhë dhe njëjtë, se fundi ai ka treguar vetveten. Tani ti tregoj vetveten tonë. Ai e tregoi vetveten e vet me hudhjen e pleherave para derës tonë. Edukatën e tij, ti tregoj edukatën tonë. Shumë e thjeshtë. Pra, asnjëherë vepra e keqe nuk kthehet me monedhën e njëjtë. Vepra e keqe kthehet në atë mënyrë që ai të udhëzon të drejtohet se gabim ka bën dhe ti jo ta fitojsh, ti je mbi atë, por që fitojsh zemrat. Shembull, Yusufi alayhis salam, jo rastisht pejgamberit alayhis salam, Allahu xhaleshan ja dërgon surën Yusuf duke i thonë inna ahsan al-qasas. Po të tregoj një ndodhi më të mirë. Apo po të rrëfejmë ty një tregim nga më të mirët. Rrëfimin më të bukur, duke ta shpallur Kur'anin. Po, e tash shë. Kur vëllezërit e Jusufit kur shkojnë pastaj mi kërkuan ndihmë si ministri i financave ky. Ata kur e shohin vllaun e vet ata dështojnë se ato i disha ka më. Si fiton zemrat Jusufi? Jo fiton zemrat dhe minjeri ban njerëzit e vet të dëgjueshëm dhe besimtar të mirë. Na nuk i hapi dosit e vjetra po. Kina mbyll me ato. Harroje. La të tribe aleikum al-yawm. Etash, kjo është domethënë kap zemrën e tina bashka dushtash me zemrën e tij. Kjo ishte mësimi që Allah ja zbriti pejgamberin e sam. Të kanë bërë keq me ka. Ai e bëri këtë vepër, si bëri Jusufi me vëllezërit e vet, bëri në çlimin e Mekës, krejt jeni të falur. Krejt. Jeni të lirë. Po. Jeni të lirë. Pra, pse? Nga aspekti se qëllimi i tij ishte fitimi i zemrave dhe njoftimi i njerëzve me Zotin dhe mi largu nga zjarri i xhenemit, nga rruga e devijuar, nga padrejtësia që i bëshin Zotit në adhurim, në drejtsinë e adhurimit, në rrugën e drejtë dhe në xhennet inshallah. Amin. Të gjithë inshallah, Allah na shpërblet në xhennet. Hoxh, nga dalë të fundi i emisionit, cili është mesazhi kryesor që ju dëshironi t'ia përçoni publikut nëpërmjet librit në fjalë? Ajo që dua ta përcjell te publiku është se nuk do të kemi nevojë shumë për informacion, sa kemi nevojë për një komunikim të shëndosh, të flasim me vepra, të mundohemi të jemi të sinqertë në atë që e themi, të mundohemi me bisedat tona ta fitojmë kënaqësinë e Allahut xhaleshan, jo kënaqësinë e publikut. Të mësojmë të dëgjojmë. Të dëgjojmë me vëmendje, jo të dëgjojmë për të përgjigjur, por të dëgjojmë për ta kuptuar mesazhin dhe të komunikojmë mirë me librin e Zotit, me sunetin e pejgamberit alayhis salam, me namaz dhe me vepra dhe të mësohemi që një bota dëgjon me sy, pra na të flasim me vepra, se veprat e një personit janë më shumë se 1000 fjalë dikujt tjetër. Po. Pra të flasim me vepra, edhe një herë të flasim shëndosh, të rregullojmë raportet familjare. Nëse na në familje nuk jemi të mirë, kot që jemi të mirë jashtë. Mund të ketë bota me ta vënë. Kot që komunikojmë mirë me tjerët. Kot është këtë kot. Domethënë kot që bota të bën duar trokitje, kot që bota të do, kot që bota të më mirë se ti s'ka, kur ti në familjen tënde nuk je i mirë. Pra njeriu i mirë, zotafillën e ka pritën familja, ajo është nyja kryesore. Nëse në familjen tënde je i mirë, pastaj deri bëj i mirë jashtë. Dhe i mirë do të jesh jashtë. Por një herë mundohu të jesh shembull në komunikim pozitiv dhe të shëndosh dhe me shumë dashuri. Pejgamberi sa me familjen fliste në komunikimin me dashuri, jashtë familjes me respekt të plot, me të gjithë shtresën, pa i dallu besimet, pa i dallu nacionalitetin, qofshin ata hebrej, ishin munafik, dyftirsha, hipokrit, ose musliman, si ishte edhe Ebu Bekri, po edhe dikush që në moment kishte ardhur, ose vjen dikush edhe urinon në xhami, ose XY vepra nga më të ndryshme, pra këtë komunikim për sa më kishte komunikim me respekt, kurse kur fliste me familjen e vet, fliste me shumë dashuri, për arsye se ajo është rezultat i një suksesit në publik. Pra çdo kush le të komunikojë me publikun pas një komunikimi të shëndosh dhe me shumë dashuri me familjen e vet, dhe jeni shembull me veprat e juaja. Do të prej çështje që më shumë la përshtypje është se aftësia e pejgamberit e sa me komuniku me secilin. Edhe me ata që ishin që sinonin pushteti, edhe me njerëzit të thjesht, edhe është një hadith i cili e përshkruan situata e Muhamedit sa duke thënë se asnjë ditë nuk ka munguar nga jeta e njerëzve i dërguar janë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
është e bukura. Vazhdimisht ka qenë pjesë e jetës së shoqërore. Shpalljes së Kuranit ndodhin në shpellën Hira, po. Kjo është Një lloj izolimi. jo, është kjo, apo se me unifikim të dietarëve të sirës, po flas me aktualisht, pejgamberi sa në shpellën Hira ka shku se e ka pas adhurim të trashëguar. Pra, i kishte pa kisha, domethënë murxhi duke shku, duke i izolu, duke meditu, atë ka pas ti trashëgim, nuk i ka pas prodhim nga vetvetja. Ja të hanë, atë kanë përshkruar, kur kanë përshkruar Po. fillimi e shpalljes, ka thonë, po vetmohej në shpellën Hira për ta adhuruar Zotin e tij. Po, mirë po këtë si adhurim e ka pas të trashëguar. Domethënë e ka pa te murxhi. Gjatë udhëtimeve të biznesit. E ka pa te murxhi se ata veçohen edhe ki u veçoheshin nga padrejësia që ndodhte në shoqëri. E bukura diku është për me tregu se Islami është fe e shoqërisë, duhet të ballafaqohesh me shoqërinë. Jo rastisht Allahu i jepte shembull në Kur'an. Kur'ani është libër edhe ilustrues, njëra nga pikat është ilustrimi. Pasi ka zbrit pejgamberi sa nga shpella Hira dhe e pruni mesazhin tokë dhe ja kumtoi shoqërisë me kase, qoftë e licës, qoftë atyre më të ultive, qoftë robërve. Asnjëherë A ka hip në shpellën Hira? Asnjëherë. Pse e kuptoi se Islami jeta nuk është- izolohet. Islami kërkon jetë shoqërore të ballafaqohesh me shoqërinë. Ndryshimin pozitiv në Pa, shoqëri. ti du jo mu izolu, s'ka me i këtu. Dush me që jo rastisht Omeri erdhë në fund tha nuk ka dhe dorëheqje në Islam. Pse po dorëheqje, domethënë son ballafaqohesh, s'ka dorëheqje. Deri në fund. Ballafaqohu. Pra tregoj fuqinë tonë. Pejgamberi sa më tregoi me këtë se Islami është fe e cila duhet të ballafaqohet me problemet e shoqërisë, do dush me qenë në kryefjalë në shoqëri. Pa dush me qenë ti personi kryesor që komunikon me të gjithë, edhe me fëmijët, edhe me lypsin, edhe me udhëtarin, edhe me të smurin, edhe me të venë, edhe me atë që është bë padrejtësi, edhe a erdhi njëri në Mekë dhe i tha, pejgamberi kur ishte në Mekë si pejgamber, Edhe me të edukuar, edhe pa të edukuar, ai që urinojnë kretë llojet, me kretë llojet. Erdhi një njeri në Mekë dhe i tha pejgamberit, në fakt erdhi një njeri që i kishte borxh Ebu Xehlit. Ebu Xehli i kishte borxh me dhon atë një lloj biznesmeni. Edhe shkoi te ajo paria me kasë që jeton ishin në moment afër qavës, se ke parasysh se ai qendra ku takoshin njerëzit ishte qavja. Dhe u afrua aty dhe ta donin që ta përbuzin dhe ta nënçmojnë të dërguarin e Allahut. Dhe i tha, a më ndihmon dikush se ta Amar ibn Hisham kam të parë mi marrë dhe s'mjep, a më ndihmon dikush me ndërmjetësu me mi dhon, ato në lloj loje i than po ai tha të ndihmon. Ka shku te ai tha ai ndihmon. Pejgamberi sa kur ka shku te dera, i ka rënë derës se Abu Xehli ka dalë te dera, dhe i ka thonë kthea borxhin. Çuditërisht njerëzit e ndjekën e hini mrena e mur borxhin ja kthej. Kur e pyete jashtë kanë thonë, çfarë ndodhi? Na pritëm se ti kime i shumë. Domethënë, na prishëm se ti thave se unë kam e bën kështu, kam ja bën kështu, kam ja bën kështu. Tha, më ka dalë tha një diçka një deve shumë këtu përbi. Domethënë, ai ka bë. Pse? E trokitja derë, shumë e ka trondit se ka qenë një trokitje. Pastaj është një analizë që e kanë bërë dietar, pavarësisht tash analizat janë gjithmonë mendimi i njerëzve, nuk është ajo pika kryesore. Kur ka bërë pejgamberi sa më dua, o zot, forcoj sa më njërin nga dy Omerat, pra Amar ibn Hisham dhe Omer ibn Khattab, ku është qëllimi, pra nëse na analizojmë jashtë udhëzimit hynor që aty s'kemi qasë, domethënë, pse Omeri udhëzu dhe Ebu Xehli vazhdoi me pabesimin e tij dhe derisa përfundoi në të njëjtën mënyrë, thanë Ebu Xehli është ballavaçuar me të vërtetën më shumë se Omeri. Ai ka pa mrekulli më shumë se Omeri, por nuk e kalon me ndjemallësia. Ky tjetri nuk kishte më ndjemallësi, një herë u ballavaçu me të vërtetën dhe e pranoi. Pra ishte qëllimi se nuk u pranoi Islami se e zgjodhi Zoti ket, jo i ballafaqoi me të vërtetën të dytë. Biles njerit i dha më shumë hapësirë që mos ta akuzohet se Zoti e zgjodhi ket këtë që në xhenem, a është pa drejtësi, se ka mund të dytë. Se duaja e profetit, a është pa drejtësi. Domethënë se ka selektu, ka bë dua selektive. Jo, ai ka mund të dytë më musliman. Se nga se të dytë u ballafaqën në të vërtetën. Ki po më shumë mrekulli, po tha, na gjithmonë kemi qenë ngara me Beni Hashim. Ata blenin një deve, na shkojnë me blenin deva në më të mirë. Devja ative pinte ujë më shumë, na shkojnë një deve që pinë ujë më shumë. Devja atyre ndonjë darsum delte e para, na blenin një deve me dorë. Tash erdhi pejgamberi. Tash ku më gjet pejgamberi thana. Ke parasysh, ishte punë inati, po inati ka ndonjëherë do thënë çau. Allah është problem. Allah është problem të hoxhë nderuar, ishte kënaqësi. Shpresoj inshallah të shohim ndonjë emision tjetër në vijim.
Të nderuar vëllezër dhe motra, ky ishte mezhlisi i jam për këtë javë. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.